Sa islamofobi folën kundër Sultan Muratit 1389, po kur se nin me shat Car Lazarin, që 250 vjetë shkijet e patën pushtu Kosovën. Kosova kur ka qenë pushtume në ardhen Osmalive 1389, betejën e njohur të Kosovës. Në atë kohë, cila dinasti shqiptare ka qenë Kosovë? Asnjë. Në jug të Kosovës kanë qenë sundimtar Nemaniqët, Car Dušan Nemanja, që kemi neve në periferi qytetit Prizrenit. Në veri të Kosovës kanë qenë Obradovićët, kanë qenë Brankovićët, kanë qenë me qendër në Novobërt. Brankovićët. Dhe kur është ardhur Osmanlia në atë kohë, historianë që flasin tregojnë se Osmanlia është prit njëjtë sikur 99 që është prit Kfori, siç liruz i këtij vendi. Për arsye se janë kanë shqiptarët në zër prej dhunimeve, premjeve dhe asimilimit me dhunë që është bë prej okupatorit. 2 shekuj e gjysmë na kanë marrë neve serbët në Kosovë tonë. Ne kem qenë ata të cilët kem qenë autokton në tokën tonë. Dhe kur kush nuk i thot kanë ardhur me na çliru prej serbëve, po vajton për Car Lazarin, mare care. Që ta kanë hek kryt, ta kanë këput. Ta shanë sultani, që i ka pështu këtë popull, ne ashtu e konsiderojmë muslimat e këtij vendi, që ne ka pështu prej dhunë dhe asimilimit, se asnjëherë në histori, po të kishte qenë që më dhunë na kanë bërë krishterë, pse shekullin 18 shqiptarët e pranuan në mënyrë masovike Islamin, kur shekullin e 14 është pushtu Kosova. Pse? Pas 300 e kusur vjetë musliman në mënyrë masovike kanë pranuar Islamin, tregon se s'ka pas dhunë, dhe asnjë argument shkencor nuk tregon se në troje shqiptare ka pas dhunë të karakterit fetar që dikush me zëre ka shti dikant më u bë musliman. Kur e dim që një gjest i këtillë është i ndaluar me parimet